A kështë pas që të këthy djemë të në Kosovë me jetu? Po, se më së konë vend të unë me punë, mu qelë puna, në Kosovë, me siguria ma mija, jeta ma sigurt, se s'kam qenë mu këthy ata, me punu, edhe kësha të qelë punë. Djemë që e kënë qitë jashtë në Itali, dikush në mërë. Po du të me dollë në Itali, në Gjermani, dikush, në Zvitra, ne, për shkak të tjetesës. Të regëm aq pak edhe sa shkoni në tokë ari? Nuk di, veç 4.000 euro ore, këtua? Jo, Mali. Allah, kanë thonë që në këmë një dhe Malia, për s'ka asfaltit të nga 3.000, që shtu këmë një, për 4.000 zdiv, Allah. Që shtu me bëjsi ma mirë kjo se dikon gjeti. Të regëm sa kreri ki këto? Po janë dikon një 13 cupa. E brenda vitit për shambull nëse e mbledh me komplet vitin? Dhe dikon 2-13.000 euro dhe. Ka raste dhe ka që vini parasitin qëtash për vitri. Në qitë kuj parasitin, thëtë ma thësë kilat i banë, që e ba pazarin. Okej, e këshin shu për shambull fshatin për me e dojnë a i herë në qytet me jetu ose diqka? Jo, në në qytet jetojnë apo vinë punim të. Të regëm aq pak edhe sa shkon një tokë me një tokë ari? Nuk di, veç nuk di, qëre, unë s'kom shqit për veti. E ma herët sa u kanë? Katonit kanë shqit, po, vallahi, nuk di saksa me thonë. Se kanë morë, për s'ka një asfaltit, të raj asfaltit, thënë ka vlerë, që pa vinë pa marrujnë vila, që si. Bizmis me hira të maj, tani peshes. Unë s'kam në të thonë. So shqit, tash unë e vishë trajnë. Nuk ditë sakt, më të ka dzohë, vallaj vishë më trajnë. Ty kur e ke marru shpinë tonë, sa u kanë ari? Atër nuk e di, që kja marru, unë në kjo trulli, jo në, e di që të shkaru. Po kjo atër, kur a marru kjo pare lufte, a mo sa ka shkuari tash, sa shkon, nuk di sakt, më të regu, tash. Ja, 4.000 euro ore, këtua? Jo, Mali. Ja, dhe sa. Allah, kanë thonë që në këmë një dhe Malia, tash. Sa ke një te? Për s'ka asfaltit, te nga 3.000, që shtu këmë një, për 4.000 zdiv, Allah. Dëbi që kanë qitë dëshanë. Që në dolë jashtë i kanë marua, kanë je këtu. Në dolë dikush ka marane dikush anë, peshesin të u kanë raj asfalt. Me që e kemi pranë edhe një banor të këtij fshati, është Fazli Zogaj nga ky fshat, me cilën e kemi nderin dhe kënaqësinë që të bisedojmë. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Si jeni, qysh po e kaloni jetën këtu në fshat? Po mirë në konkes. Qysh është jeta në fshat, me çka mirën e? Me bujqësi mas shumëti. Me bujqësi? Po. Qysh shkon një ditë e zakonshme juja këtu me bujqësi? Po mirë shkon mirë, që shtu me bujqësi ma mirë kjo se dikon gjeti. Prej që sa kohë mirë në ju me bujqësi? Vallahi pej klasës parte. Prej klasës parë mirë në? Çka keni diçka që e kujtoni prej krejt jetës juaj qështu? Po qa me thonë, qështu? Mirë në kokes. Të regëm sa kreri ki këto? Po janë dikon një 13 cupa. 13? Po. Sa keni fitime prej tyre? Po e ka në kupalje vit i ri, zakonisht në mishin më shumë i rritën për mes, kështu. Sa kushton për shembull një kilogram një mishet që ju e shet për festa, për shembull për bajram ose diçka? Ja, kështu në zakonisht dhe vit i tri. Ane qysh i kanë çmimet? Nër 4 euro se kena dhona si herë. Po maksimumi 4 euro. 3 po, 4 di, 4 20. Po. E për shembull. Po në varet sa kila, me kila. Po vallaj ka pas deri 700 kila, po, 750. Pe 400 kila deri 800 rriten. Sa i bjen me kanë çmimi nëse veç i ka 700 kila? Po i bje dikon, ja ka lja 3.000. Për mbi 3.000 euro. Ane qysh, a ka pas rast kur e keni shit me shumicë për shembull? Po, qysh, po. Ka raste dhe ka që vini parasitin qëtash për vitri. Në qitë kuj parasitin, thëtë ma thësë kilat i banë, që e ba pazarin. Se në zakonisht i qëllë, këtë për fusha, jo mrena. Ja vesë në fusha. E brenda vitit për shembull, nëse e mbledh me komplet vitin, sa i bjen që fitoni? Po e tash të në varet sa cupa kena për mes, se në kështu më shtira lep të opinionin i tash. Urna? Kështu lep të këtu nuk i shes me këtu. Se më nërën për veti. Veç bika shkenë po. Dhe dikon 2-13.000 euro dhe. Okej, e këshin shu për shembull fshatin për me e dojnë a i herë në qytet me jetu ose diçka? Jo, në qytet jetojnë apo vinë punim këtu. Se jetojnë dit janë.
Në Lipjan jeton edhe vini punoni në këtë fshat. A vini veç për vikend, a vini edhe ditëve të javës? Për çdo ditë. Ai vllavi për çdo ditë të shtyr dhe unë e vi. Edhe ti Kena vjen. edhe shtëpia të kena, kena banesën në Lipjan, po lim punojmë të. Se mos me punu në vend të. A i kthye me jetu tamam këto në këtë fshat? Po këtë jetojmë shumicën e kohës të qënë. Këtë e kalim. A vinë edhe fëmijët e tu për me jetu këto? A vinë edhe fëmijët e tu për me jetu në fshat e krejta këto? Po, fëmija me, unë i kam 3 fëmijë, 2 kam në Itali, këtë djallin e kam të edhe me këtë djallin punojmë të bashkë, edhe me vllazni. Edhe gjalli jot vjen për me punu për me jetu këto? Nuk e kam problem? Ja, hes. Bili kneu qëmë. A është ma mirë me jetu këtu në fshat apo në qytet ku jeni në Lipjan? Po për mu është ma mirë këtu, edhe për asë se ojri ndikoj. Ojri. A mu është qytete, a mu është planë, a mu është zote, hajde bo. A i kishë këllquna herë Kosovën për me punu jashtë dikon, në mërgim? Jone, ja. Pse? Nuk ish për mu, jam kon vizite e thminja, po ju. Ja, nuk ish për mu. Nuk ju ka pëlqy? Ja, hes, absolut hes. Qa kimi ju thonë krejt trive që dalin në mërgim edhe këqyrin me punu atje me jetu? Po trive ju kisha thonë që ma mirë mu kysh këtu dikon me bojësi se sa atje mu bon raktari dikon. Më rregull, faleminderit shumë. E mi se mirë, gjatë rrugës që po e bojmë këto në fshatin e Kleçkës, ne po shohim afër i kemi edhe disa toka që po shihet se janë në shitje. Prapa me po shihen edhe villa luksoze që janë të ndërtuara në këtë vend. E ne po tentojmë edhe pak ta marrim dikë në telefonat prej parcelave që i kanë të vendosura këtu për me na tregu se sa po shitet një ari tokë. Tash të dashur miq, është momenti me thirr një numër prej pankartave të vendosura këtu që e kanë tokën në shitje, gjithashtu kanë edhe villa, edhe ne tash po tentojmë që ta marrim në kontakt njërin prej këtyre numrave, edhe të na tregoj rreth tokës së tyre. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Eliona në telefon. Po? A më ditë me kam po flas? Po shetim pas. Unë jam një gazetare. Jam gazetare Eliona Ajvazi prej portalit në Teren. Edhe jemi këtu në fshatin Kleçk edhe pam numrin e juaj në pankart që shitni toka. Edhe dasha me ju pyet sa e keni çmimin e tokës. Po në Kleçka? Po, në Kleçk. Ari të subuka. Po një ari tokë për shembull, sa kushton? Një ari tokë në Kleçk kushton 3.500 euro. 3.500 euro një ari? Po. Do më thonë, këto vite është 3.500, që shka që i ma herët, a keni pas edhe ma herët toka? Po, këto tokë që e këna ble mas lukë të fillë. Doba në lishtë e ka ble, dikon në 30 euro një ori. Sa euro? 30 euro një ori. 230 euro një ari, tash është 3.500 një ari. Po. A keni edhe villa, se e pam që keni edhe villa këtu në tokën e juj? Po e kemi edhe një villa. Kena, ajo është me 3 ari o bërë. Me 3 ari o bërë, që i bjen krejt komplet? Urdhna? 100.000 euro. 100.000 euro, villa bashkë me 3 ari o bërë. Okej. Në Lipjan, po këna morë visa për biznes. Në rregull u bë, faleminderit shumë. Faleminderit. 3.500 euro, një ari tokë tash, e me 3 ari tokë edhe një villë 100.000 euro. Në rregull, do të thonë është një dallim kaq i madh. Në çdo katon që po shohina, secili katon e në tjetrin po vjen çmimi hala më i lartë se tjetri. Kjo po i bjen që ndoshta po i kthehet vlera edhe fshatrave tash, po që tash për tash po ndërtojnë edhe villa mbi 100.000 euro. Pra të dashur miq, kaq kishte nga materiali që kemi përgatitur sot në fshatin e Kleçkës. Për të gjithë ju që keni dëshirë të na keni në fshatrat e juaj, na shënoni në faqen tonë këtu në Facebook. Nga Kleçka, mirëmbëjtje deri në fshatin e juaj.